Pas Prishtinës, ish ambasadori nga Kosova Ahmet Shala, librin e tij Kur heshtja flet e promovoi edhe në Tiranë mes figurave politike, akademike, studiues dhe personalitete të shumtë. Një vepër që është ngjizur nga ngjarja më aktuale, gjyqi në Hag kundrejt ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Kresniqit. Vetë autori, më shumë se një libër e quan një dëshmi të një padrejtësie ndërkombëtare që po bëhet në sytë e botës në mes të Europës perëndimore, me të vërteta të pathëna apo me të dhëna të fabrikuara. Një akuzë ndaj një procesi që po shitet si drejtësi, por në thelb përfaqëson njërin nga format më të sofistikuara, do thosha, të padrejtësisë selektive në Evropën moderne. Një punë shumë vjeçare kërkimore, me dëshmitare dhe rrëfime njerëzore që sjellin një pasqyrë të qartë të gjyqit që ka nisur që në nëntor të vitit 2020. Ky libër është një akuzë ndaj heshtjes sonë kolektive. I takova, i pash se ish student, çfarë guximi, çfarë përgjegjësie, çfarë digniteti. Studiues, historian dhe politikanë cilësojnë një libër që ngre pikpyetje të thella mbi drejtësinë dhe të vërtetën. Të çlirojnë udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga kthetrat e një institucioni që u ngrit për të bërë drejtësi, por që për fat keq rrezikon të përfundojë në një inkuzicion mesjetar në shekullin e inteligjencës artificiale. Janë një dëshmi e fakteve dhe ngjarjeve që tregojnë pabazueshmërinë e këtij procesi. Pretenca e një grupi prokurorësh në Hag kundër komandantëve të UÇK-s është një batërdi e tmerrshme kundër pastërtisë luftës shqiptare, sepse e quan ushtrinë shqiptare të Kosovës ndërmarrje kriminale. Prej vitit 1989, 91, 92, institucionet të shumta ndërkombëtare kanë ofruar raporte e dëshmi për dhunën, për krimin, për sfastrimin etnik dhe për gjenocidin në Kosovë. Libri Kur heshtja flet vjen si një thirrje që zëri i vërtetës për luftën e UÇK-s të ketë hënë dhe të mos rrijë fikur.